Policia e Shkodrës vijon të godas drejtuesit automjeteve të cilët lëvizin në gjendje të dehur. Në 24 orët e fundit, specialistët e qarkullimit rrugor vunë në pranga një 67 vjeçar banues në Barbullush pasi u kap në gjendje të dehur duke drejtuar automjetin. Drejtimi nën efektin e alkoolit po kthehet në shqetësim serioz dhe rrezik për jetën e qytetarëve, prandaj policia bën apel që tregohet kujdes në këtë drejtim dhe të mos merret drejtimi i mjetit apo motomjetit në gjendje të dehur. Ndërkohë specialistët për hetimin e krimeve referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi për një 40 vjeçar pasi ka ushtruar dhunë psikologjike përmes telefonit ndaj bashkëshortes së tij, e cila është e pajisur me urdhër mbrojtje. Specialistët për hetimin e krimeve gjithashtu bëjnë me dije se pas rastit të zjarrit të konstatuar në datën 16 janar në fshatin Dajq, ku u shkrumbua një lokal në pronësitë e një 41 vjeçari, grupi hetimor ka dalë në përfundim se zjarri ka ardhur si pasojë një shkëndije elektrike, përpasoj janë shkaktuar dëme të shumta materiale. Në Malësi të Madhe, specialistët për hetimin e krimeve proceduan një 39 vjeçar për veprën penale të shpërdorimit të tokës dhe pushtimit të tokës, pasi në fshatin Reç është konstatuar se kishte hapur një kanal në një sipërfaqe toke për të cilën nuk dispononte dokumente pronësie. Por të gjitha këto raste, materialet i kanë kaluar prokurorisë së Shkodrës për veprimet mëtejshme.